Strukturat vendore dhe ekipet e emergjencave civile në gjithë vendin po vijojnë punën për normalizimin e situatës së krijuar nga rreshtet e fundit. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka dalë në një deklaratë për shtyp për situatën e motit. Sipas njoftimit, në disa zona janë shënuar problematika, ndërsa në shumicën e qarqeve situata paraqitet të stabilizuar. Në disa zona janë shënuar problematika, ndërsa në shumicën e qarqeve situata paraqitet të stabilizuar. Në qarkun e Dibrës në Bashkinë Dibër, raportohet mungesë energjisë elektrike në njësitë Kala e Dodës, Slov, Zardardh, Reç, Lur, si dhe pjesërisht në Arras e Fushçidhën. Grupet OSHS po punojnë për riparimin e defekteve. Intensiteti i rreshjeve në qark është në rënje. Në qarkun Durrës, në Sukth janë prekur disa banesra në fshatrat Kull, Hamall dhe Rushkull, ku ka dhe disa rrugë të bllokuara. Në Mancë raportohen rreth 45 shtëpi me prani uji. Në Bashkinë Krujë, në Thuman, Borizan dhe Mash po punohet për hapjen e kanaleve dhe zhbllokimin e rrugëve, ndërsa në Lumin e Drojës po forcohet argjinatura për të shmangur daljen nga shtrati. Niveli i ujit ka nisur të bjerë. Në qarkun Lesh, në Bashkinë Kurbin, vijojnë ndërhyrjet për shkak të rritjes së nivelit të ujit në Mamurras, ku raportohen 50 banesa me prezencë uji dhe 12 të tjera në njësinë Milot. Po ashtu, po punojnë strukturat e bashkisë dhe mjetet e drejtorisë rajonale të ujësjelljes kanalizimeve. Në Bashkinë Mirdit ka ndërprerje të energjisë elektrike në disa fshatra të njësisë Rubik. Nivelet e lumejve Drin dhe Mat janë brenda kuotave. Në qarkun Kukës ka disa akse rrugore ku ka pasur rënje inertesh, ndaj kompanitë kontraktore po punojnë për pastrimin e tyre. Në zonat të thella malore ka mungesë energjie dhe ekipet OSHS po punojnë për rikthimin e furnizimit. Në qarkun e Shkodrës nuk raportojnë problematika. Vijojnë punimet në kanalin e Gurit të Zi, si dhe në segmentin pranurës së Dajçit për garantimin e qarkullimit të ujrave. Në zonën e Harkut të Bërdicës po kryhet pastrimi i depozitimeve që pengojnë rrjedhën. Bashkitë e tjera nuk raportojnë probleme. Në qarqet e tjera si Gjirokastër, Vlorë, Fier, Elbasan, Berat, Tiranë, nuk raportohen problematika nga rreshtet. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile është shprehur se në Korçë po punohet për rikthimin e energjisë në disa njësi.